Kemi dhe një polici të paktën si pas informacioneve që kam deri në këto momente, ku një polic është përjashtuar. Është pezulluar. E kupton ku jemi, kjo Do është alarm. dilja Dhe te kjo është kjo një ngjarje gjëja. shumë e rëndë. Unë tani po e marr vesh, një nga kolegët po ma shkruan që një nga policët është përjashtuar për shkak se ka pretenduar. Është thjesht pezulluar. Ka bërë veprime. Sepse ka marrëdhënie të pa konfirmuar me njërën nga dhunueset. Nuk thuhet me cilën, kështu ishte edhe deklarata e policisë shtetit, pezullohet. Do me thënë, unë nuk e di se ku arrin një njeri nga një gjë, nga një ta mendoj një gjë të tillë nëse është e vërtet me një fëmijë 17 vjeçar, se më e madhi aty ishte 17 vjeçar. Është 19, është kameramanja. Edhe 19, prap, 19 vjeç një polic me një 19 vjeçare, kjo është, nëse është e vërtet edhe ai duhet të dënohet. Policë shkemi duhet me ruajt fëmijët e tij. Jo, seriozisht kjo nuk është e drejtë. Do me thënë se po më irriton ngjarja, teksa në këto momente po e marr vesh për hir të vërtetës dhe për mua është skandal. Është skandal. Dhe kjo e nxjerr gjithë skemën zbuluar. Nuk e justifikon përjashtimi as pak. Jo. Pezullim, nuk është përjashtim. Është përjashtuar, po më thonë të ka konfirmuar drejtori i policisë. Gjithsesi nuk duhet vetëm përjashtim. Unë dëgjova duhet të merr masa deklaratën. ndaj atij polici. Nuk mjafton përjashtimi. Nuk lejohet të abuzojnë me fëmijët tanë. Duhet të merren masa ndaj çdo personi që tenton të abuzoj me fëmijët tanë, fëmijën tim, fëmijët e gjithë secilit. Ndaj nuk mjafton përjashtimi. Ndjes duke qenë që pas ka të përfshirë punonjës policie, del zbuluar i gjithë skenari. Del 19 vjeçarja që pretendojnë se ka dhunuar të jëmën dhe është me probleme psikologjike dhe kjo ka ndodhur 2 javë pasi është bërë denoncimi i dhunës nga familja dhe nga vajza. 2 javë pasi e gjitha kjo është një mirë skenar, por që tani me daljen mediatike të videove, unë jam shumë dakord që video, sepse kemi pas shumë kështu, jo mos publikohet, jo të publikohet, ajo du të publikohet, se vetëm në rastin që u bë mediatike, vetëm në atë rast po fillojnë po lëvizin gjërat. Se këtu në Shqipëri, gjithmonë, në qoftë se diçka bëhet mediatike, vetëm në atë moment merren masa dhe vetëm në atë moment fillon çështja të lëviz. Ne e dim, kemi qenë dhe në raste tjera që në Shqipëri çudia më e madhe 3 ditë zgjat. Do ndodh një ngjarje tjetër nesër pas nesër, ne do fokusohemi ke tjetra dhe kjo do lihet në hije. Uroj dhe shpresoj që të marrin dënimin e merituar dhe jo vetëm për dhunë, pasi dënimi për dhunë nuk është asgjë, duhet marrin dënimin e merituar të gjithë. Qoftë edhe polici... Si klasifikohet një ngjarje tjetër? Sepse ato e kanë referuar policia shtetit, OPG-ja e komisariatit, e ka referuar në prokurori si dhunë. Dhe shpesh herë... Po dhunë, që donin ato, ta vrisnin? Jo, duhet ta referonin si heqje të drejtës së lirisë së një personi. Në video në kishin punojësit e policisë? Jo, video ka rënë në momentin që është bërë publike, pretendohet nga policia se vetëm në atë moment është bërë me dije dhe policia për këtë video. Dhe janë marrë thjesht me faktin dhe me denoncimin e vajzës që ka treguar episodet me mënyrën e saj të kësaj dhune. Ju ka thënë që mua ato më kanë filmuar, por deri në momentin që gjithë kjo video është faqur në media, ato nuk kanë marrë asnjë mas. Gjithsesi, hetimet, mendoj, profesor, duhet ishin shtrirë dhe më tepër, se... Ne jemi vetëm i vend në botë, në rajon, unë ja u siguroj, unë jam njeri që jetoj midis Shqipërisë dhe Anglisë, po edhe vendeve tjera të Evropës, ne jemi vetëm i vend në botë, unë sot shpesh shumë keqardhje për ato vajzat që janë të 3 vite.